General, me qenë si jem tek pritja që e tha dhe ju se keni që në vitin e ardhshëm Kosova ta marrë lajmin se do të marrë ftesë për antarësim në NATO, në samitin e Tiranës. Ç'po bën Kosova për ta konsolidu fazën e fundit të saj, që është aviacioni, që është një industri mjaft e kushtueshme. Zoti Kurti u tha kadetëve në ceremoni diplomime që qeveria dhe ai ka zotim për t'i ndarë 1 miliard euro për FSK-n. Ju si e pat? Pa, unë inshallah jam gabim, por po më duket që prap ka fillu me bo fushat edhe me shku në zgjedhje, prap në zgjedhje të reja, sepse deri më tani nuk e kom pa një vullnetina politik, s'paku nga kondi jam që ai është i gatshëm që të bëj koalicion apo kompromise për formimin e institucionit të shtetit. 1 miliard tingëllon shumë, por duke pas parasysh që Kosova e ka dikon mbi 200 milion, 210 milion, me sot gabojone e ka buxhet vjetor. Herë 4 bujnë 840 milion. Për 4 vite, po. Për 4 vite, se ai nuk e ka thonë 1 miliard për 1 vjet, po për 4 vite. Po. Edhe nëse ne e kemi parasysh që akoma nuk i kemi përmbush kapacitetet humane në forcën e sigurisë, do të thonë nuk i kemi spaku 5.000 aktiv. Duke pas parasysh që 2 vitet e ardhshme ne duhet të kemi edhe 3.000 rezervë. Ata 3.000 rezervista do duhet që të rekrutohen me ato fazat paraprake prej kontrolle mjekësore, kontrolle tjera. Pastaj kemi kalimin e tyre nëpërmes qendrave stërvitore në Ferizaj. Blerja uniforma për ta, blerja pajisjeve për ta, 3 herë ushqime, shumë e shëndetësore e tjera, nëse ne e qesëm e përllogaritëm, atëherë këto mjaftojnë. Po blerja e aviacionit ose... Veç të vazhdoj. Po, lutem. Po, këto mjaftojnë. Por nëse ne llogaritëm që faza e tretë e zhvillimit të forcës tonë të armatosur është më kushtueshme, që duhet të kompletohet aviacioni, duhet blihen helikopter, duhet kompletohet infrastruktura për këta helikopter. Nuk është puna vetëm të blihen helikopterët e të bien këto, po ku është mirëmbajtja atyre, ku janë pilotët, ku janë gjitha komunikimi, ku janë radarët, që ata helikopter ku të ngriten në ajër, ata dikush duhet të dirigjoj, që është shumë e kushtueshme. Ku janë mbrojtja kundërajrore që duhet kompletohet, që akoma jemi larg asajna, ku janë armët anti-blende, anti-tank që ne, edhe pse është ngrit pluhur shumë për Gjevelina që kanë ardhur akoma, infrastruktura tjetër e deponimit, gjitha këtyre baza logjistike që ka fillu më ndërtue, dikun ka jug atje, unë e di vendin sakt, po s'po du me thonë publikisht, ka jugu që ajo duhet ndërtohet, duhet përshpejtohet që është shumë e kushtueshme. Pastaj e kemi gjithashtu edhe artillerinë e rënë, që edhe pse unë jam gëzuar shumë kur është bën një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës për topat lëvizës, që neve na nevojitën shumë edhe janë shumë më të mirë dhe më funksional se sa janë ata statik 105 mm me sa duket. Ata topa që janë, por ata halojnë... Po shëni zhvillime që kjo tranzicion përfundoj, i FSK-s për 10 vite, me lajmin që... 10 vite janë 2028. Sakt. Edhe na 2028 do duhet të thojmë qytetarët e Republikës së Kosovës që ne jemi të gatshëm që të kryejmë gjitha detyrimet që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjet. Dhe ajo janë 4 detyra kryesore. Është që na duhet të jenë tatë për me mbrojtë sovranitetin dhe integritetin territorial, që jenë të gatshëm me marrë pjesë në çdo operacion, qoftë humanitar apo paqëruetës në kuadër të NATO-s dhe Shteteve të Bashkimit Evropian, të mbrojnë jetrat dhe pronat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të kryejnë çdo detyrim që vjen nga institucionet qendrore dhe lokale. Civile, po. Po, dhe këto janë ato 4 detyra që faktikisht janë të përfshira në misionin e kësaj forcët armatose. Jeni optimist se mbarojnë këto? Me këtë buxhet jo.
E thëmë sinqerisht. Sa buxheti tuhet? Unë e kom thonë shumë herë në për studio ndryshme që ne do duhej jo 2% të bruto prodhimit vetor, por ne jemi një forcë që jemi duke u ngritur. Një aeroplan deri sot e merr pozitën horizontale i duhen 3 deri 4 herë fuqi më e madhe për me ngritë aeroplanin. Ne çat fozë jemi tani. Ministri thanë 2029 jemi gati të mbrojmë. Po ai thotë, Maqedonës. Unë kam respekt për ministrin Maqedonës, ka qenë ushtar jam edhe në luftë, edhe varsi jam pas lufte, si oficer i forcës sigurisë, i TMK-s dhe forcës sigurisë. Kam mirë po ai deklarimet e veta ai ka të orientuar pas politikave të kryeministit Kurti dhe ai nuk mund del prej aty në kornizave. Por unë jam shumë nuk jam shumë optimist. Jam shumë skeptik që ai me këtë buxhet mund të arrijë 2028 që të përmbush gjitha këto kapacitete. Për arsye se ripërsëris faza e tretë është faza më e kushtueshme. Dhe ne do duhet që të kemi minimumin 4 deri në 6% të bruto prodhimit vendor tani deri në 2028 për të arritur këto kapacitete. Mos të harrojmë një çështje që është shumë e rëndësishme. Ne e kemi parë që shtetet e NATO-s janë duke e riaktivizu prodhimin ushtarak. Po ka mungesë municioneve, ka mungesë të predhave, ka mungesë të raketave, sepse janë harxhuar në Ukrainë në sasi shumë e madhe të tyre. Janë po harxhuar edhe në luftën SBA Izrael-Iran edhe gjithandej dhe këtë drejtim për të blerë armatimet dhe pajisjet e nevojshme, municionet, na do duhej që të presëm në ren. Na do duhej që jo dje, po par dje, të këshëm po porosin dhe të kemi bërë pagesat. Dhe për atë arsye unë nuk jam shumë optimist që ne 2028 do të jem operacionar, po prapë se prapë, unë mendoj që NATO do të qëndron në Kosovë, populli i Kosovës nuk duhet të bregosë shumë. Jo keni po një paralajmërim të NATO-s që NATO-ja do të zvogëlojë forcat e veta në Kosovë. Pikërisht kjo lidhet me ndërtimin apo me ngritjen e kapaciteteve ushtarake në Kosovë. Se unë e kam thënë shumë herë, me ngritjen e kapaciteteve të forcës sigurisë, NATO-ja shkon duke i zvogëluar kapacitetet dhe duke i bartur disa përgjegjësi të forca jonë armatosur. Që mos mojnë ata ushtarë, oficer dhe në-oficer këto dhe pajisjet ndryshme, më harxhu para të taksapaguesve tyre, kur ne kemi kapacitetet tona këto. Dhe dal nga dal do duhet që të barten këto kompetenca. Mirë po për të bërë një gjë e tillë, ne duhet të komunikojmë me Brukselin, shumë seriozisht, me NATO-n dhe të bëhet një komision i përbashkët me një plan të veprimit 2026, çka 2027, çka 2028, cilat përgjegjësi mund të barten te forca. Nuk ka ndodhur kjo. Edhe nuk ka ndodhur akoma. Unë spaku deri më tani nuk kam informacione. Po, absolutisht. Dhe kjo do duhet ndodhte. Po nuk bëhet asnjë veprim sot për sot, as sot për nesër. Por tani duhet na për 2027 të bëjmë një plan, 2028, 2029 një plan veprimi se çka dhe ku mund ne të bartemi përgjegjësitë. Për ju si general, ish komandanti FSK-s, i përfshirë tërkohën në krim të kapacitetet, transformim të këtyre kapaciteteve me standardet të NATO-s. Që rol pati NATO për shikuesin që na ndjek, sa para për ju është dashur t'i shpenzoj Kosova që vetë nga fillimi zhvilloj këto kapacitete? Po të mos ishte NATO në Kosovë, aleat e tonë. Dëgjë, NATO-ja është këto që nga 1999, kur ka përfunduar lufta, edhe NATO-ja ka merit të jashtëzakonshme në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është numër 1 investitori apo kontribuesi më i madh në ngritjen e kapaciteteve tona ushtarake. Si dhe ecjen hap pas hapi, nga TMK-ja në FSK, nga FSK-ja në forcat armatose që sot i kemi, dhe këtu NATO-ja ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Edhe në mbështetjen njerëzore,
me një grup ekspertër që akoma është në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në secilën komandë dhe secilën njësi varëset të shtabit përgjithshëm që ata i japin këshilla day by day, çdo ditë oficerëve atje dhe normal që edhe plani i veprimit në kohën time kur u bë rishikimi strategjik i sektorit sigurisë dhe ky plan 10 vjeçar në mbikëqyrjen time është bën atë kohë si komandant i FSK-s, është për llogarit sakt se vit pas vitit çka duhet me investuar. Me çmimet e atëhershit thënë. Mirë po, ka ndryshuar prej 2012-s deri në 2026-s. Gjërat kanë lëviz, Për ata po them, buxheti është dashur që të jetë shumë më i madh se që është tani, për tani. Buxheti është dashur me qenë shumë më i madh se që planifikohet të jetë 2-3 vite të ardhshme. E kjo të thash edhe më herët. Sa do t'i kushtonte Kosovës tazëm siguria, mbrojtja, gjithë arkitektura ushtarake, po të mos ishte NATO që me kry një rol qëllësorje. Shumë ma shumë do të kushtojte, shumë ma shumë do të kushtonte, por a kemi qenë të gatshëm në atëherë jo. Edhe natë edhe ne kemi ditë që kjo proces duhet shkon sekuencimi po. Absolutisht shkallë dhe këto transformimet kohore që kanë ndodhur derisa kemi ardhur te kjo i fundit, është dashur disa filtrime, është dashur ndërtim, jo vetëm çështja e pajisjeve armative, doktrinat, konceptet, rregulloret, plan programet, që të jenë komplementare me NATO-n. Absolutisht, që ne sot jemi, e them me përgjegjësi plot, që forcat tona të armatosura në çdo aspekt, nga ushtarja atje ku trajnohet, e deri te doktrinat, te konceptet, te gjitha infrastruktura, te gjitha pajisjet, janë në standard 100% me NATO-n. Edhe oficerët tanë dhe nën oficerët tanë që shkollohen, që përgatiten, specializohen këtu në Kosovë dhe në qendra të ndryshme të NATO-s, prej Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, janë nuk po them më të mirët, po janë ndër më të mirët në botë. Dhe ata sot fatkeqësisht një numër i tyre po ikun prej forcat tona të armatosura. Është mkat i madh. Po e shohin. Janë shkolluar kolegje lufte. Janë shkolluar në kolegje, janë shkolluar këtu, janë shkolluar specializim jashtë vendit. E kryen detyrimin 6 vjet që ata nuk mund ta braktisin dhe mas 6 vjetë pe braktisin vetëm për arsye banale, sepse nuk e kanë një standard jetësor të mirë. Nuk e kanë një ligj për sigurimin shëndetësore, se ka një ligj për sigurimin jetësor. Besa edhe meritokracia është pyetje. Gradohen njerëzit që ka ta shkojnë në fundit, unë e them publikisht, se është e vërtet, se një numër i tyre e lëshojnë për shkak të meritokracisë. Ka oficer, kem nën oficer, kem ushtar që o thonë edhe publikisht, për spetham edhe one, se punojnë punë të dytë, sepse nuk ju mjafton paga e tyre mujore që ta mbajnë familjen e vet. Çka tregon kjo? Kjo tregon që kjo qeveri nuk është duke investuar në shtyllën kryesore. Nuk thonë që na veç në ushtria dhe polici do të me investua, por nëse s'kem siguri, na s'kem as zhvillim ekonomik, na s'kem as arsim, na s'kem as gjatë tjetër. Kudo që shkon Kurti e përmend si njërin prej prioriteteve të tij ushtrin, investimet që ka për ushtrinë. Pa e përmend në mënyrë deklarative, po në mënyrë praktike kjo nuk është kërkun. Shumë larg jemi me ato çka ai e thot. Na gjendja faktike është kjo. Unë nuk më të që është shqetësuar se unë jam shumë i shqetësuar. Unë me emocione po foli, se them e kom tërë jetën time ja kom kushtuar që nga prilli 1998-s e deri në pensionimin tim 2015 ja kom kushtuar edhe kanë qenë pjesë ose barc i gjitha proceseve të transformimeve. Edhe planifikimit të forcat armatosura të Kosovës. Dhe e them, këta djemë, këta burra, këto vajza që janë
në forcat tona traumatose janë të shkëlqyeshëm. Janë të barabartë edhe me nivelin e tyre amerikan, mos them edhe me evropian. Dhe tash pas gjithë atyre investimeve në shkollim, në specializim, në dijen e tyne, të lesh tikun për një pagë më të mirë, është për keqardhje. Edhe nuk mund të lavdërohet as një kryeministër, as një ministër, as kush në përgjithësi. Sepse këta duhet përkrahen. Këta duhet ta kenë një pagë meritore. Paramendone, se ka qenë edhe publike, unë e kom ditë edhe shumë herët, paramendone një pjesëtar i uniformës me padit shtetin që nuk i paguan me ditjet ku shkon jashtë vendit. Gjë shëmtuar kjo. Urt shtesë e padit shtetin nuk ju paguan. Edhe mua dikush më lëvdohet kryeminist apo kush do qoftë ai më lëvdohet thotë na kemi investuar shumë. Në çka kemi investuar? Kur ty po paditin pjesëtarët e forcës armatose që ti nuk ju paguan ato çka ata e meritojnë dhe çka është e tyre. Ligjore. Absolutisht. Nëse ai shkon jashtë, me ditjen e merr për nevojat e veta, ai pagën e alen familjes vetë, se ai ka bashkëshorten, e ka fëmijët këtu. Ata duhet hanë, duhet pinë, duhet shkollohen, duhet të jetojnë si gjithë qytetarët. Dhe ai pagën nuk uzon ta prek, ta merr me vete. Ai me ditën e merr për nevojat e veta. Çdo dhe për 6 vite në FSK, do të mund të kishim lajme më të mira me herët për të bërë pjesë e partneritetit për paqe ose një programi tjetër para tij. Përpara kam pas, unë kur kam qenë. Po. Se plane bëni ju ushtarak. Ja, po të lutem. Planifikimi është baza, alfa dhe omega. Përpara nuk ka pas ruana zot me pas një padi ndaj uniformës, ndaj Ministrisë së Mbrojtjes apo ndaj qeverisë. Gjitha këto i kam pas ata të rregulluara me ligj dhe me rregulluar të brendshme. Po kjo ndodhi që me ardhen e kësaj qeverie në pushtet, tash duhet pyetet kryeministri dhe ministri maqedonci, pse po ndodh kjo? Për çfarë arsye ata nuk i marrin ato çka duhet me marr?